Në ditët e adeut tonë socialist, vezëllon ndjersa dhe mendimi krijues i njerëzve të punës. Me punën e tyre vetmuese, masat punojëse e kanë hapin më të shpejt se të viteve. Për punojësit e vendit, partia ka bërë realitet parimin e madh marksist-leninist, njeriu është kapitali më i çmuar, duke ngritur në vendet më të bukura e klimaterike shtëpi pushimi. Vetëm në vendet malore janë 12 shtëpi pushimi, ku punojësit tanë kalojnë ditë shlodhëse të pushimit të kulturuar. Drejt Alpeve tona, këtu natyra të pret me bukuritë e saja. Lugina e Thethit, 6 kilometra e gjatë jug-veri. Brenda këtyre qafave e majave alpine, malësorët thetjan ruajtën çerdhen e lirisë e në vitet e socializmit e kthyen luginën në sofër begatie. Ky vend, dje i mbyllur në veten e tij, ka vite që rrihapur e pret njerëz nga gjithë Shqipëria për çlodhje e dëfrim. Peizazhin që e kanë parë në kartolina, tani e kanë pranë. Do pushojnë në luginën e rrethuar nga 6 male. Në shtratë e Shkëmbish vrapon lumi i Thethit 10 kilometra i gjatë. Kërkojnë burimet e tij. Burimet e tij të akullt janë tek Shkëmbi i Bardh, në rrezën jugore të majës Arapit. Ecin drejt ujvarës së bukur të Alpeve tona. Ujvara e Grunasit var ujrat e saj në shpatin perëndimor të majës së Drenit. Mbresat pa shlyera të lënë ditët në këtë shtëpi pushimi. Udhës për në Razëm, Shevrithin, fshat i njohur për taracat e shumta. Razëm, 1100 metra mbi nivelin e detit, ndodhet shtëpia e pushimit të punojësve. Sapo hyn në kurorën e gjelbërt, ndihet freskia e Alpeve, klima e shëndetshme dhe bukuria prese. Bukuritë dhe vlerat kurative të këtij vendi para çlirimit nuk i shijonte populli, por familjet feudalo-borgjeze të Shkodrës. Partia e Pushteti Popullor e vuri Razmën në shërbim të masave punojëse. Vit pas viti u ngritën godinat, u pyllzua me pisha, e tani në këtë ambient çlodhen në mënyrë të kulturuar qindra punonjës nga rrethet të ndryshme të vendit. Ndjen mbresa të forta të paharruara kushdo. Në këtë shtëpi pushimit kam qenë para 5 vjetëve. Pastaj kam marrë dhe 2 vjet tjera. Më tërhoqi shumë blerimi i madh, ajri i pastërt, klima e përshtatshme, vilat karakteristike me dhomat komode,
ushqimi i bollshëm, aktivitetet kulturale artistike, të cilat të ripërtritin forcat. Dhe sot unë jam e gatshme të shërbej shoqërisë me forca të reja. Dhe folklori i Krajinës ka thesaret e tija, siç ka natyra bukurit. Kujtime të përreshme të lënë ekskursionet në peizazhet përreth. Drejt majës së Veleçikut, 1700 metra. Pse nuk e ndjen lodhjen? Të çlodh bukuria e vendit tënd. Qafshtam, 1200 metra mbi nivelin e detit, shtëpi e pushimit të punëtorëve që mban emrin e herojt popullit Bardhok Biba. Sa po vjen këtu të bën përshtypje pallatet punuar me gur të gdhëndur, ndërtuar sipas stilit popullor të rrethit të Krujës. Mes pishave me moshë shekullore, pranë ujit të ftohtë të krojeve, njerëzit ndjejnë çlodhje për të rritse. Mes gjelbërimit të dajtit, ngrihen godinat e shtëpive të pushimit. Ky vend me natyrë të bukur e klimë të shëndetshme, ka diçka ndryshe nga vendet e tjera. Vetëm 17 kilometra është larg qytetit të Tiranës. Ambiente të nxisin për çlodhje aktive dhe pushim të kulturuar. Në ditët e tjera të pushimeve, punojësit mbajnë pranë dhe studiojnë materialet e partisë e veprat e shokut e nver. Po Gradeci i pret mysafirët buz liqenit. Ditët në të dy shtëpitë e pushimit nuk mund t'i kuptosh pa liqenin. Çfarë t'i shkruaj më parë shoqes? Letra nuk i zë të gjitha mbresat e ditëve të pushimit.
këngën e vallen më të bukur për partin, është mirënjohje e thellë e Brezit të Ri për partin e shokun Enver. Këta fëmijë e ndjejnë kujdesin e madhëtatror të partisë, që për brezin e ardhshëm ka ngritur shtëpi të shumta pushimi. Për në fund të letrës, ruajti shëtitjen e këndshme në këtë vend piktoresk. Vozisin e ujrat që ushqejnë Ohrin. Dhe pionierët e Shirokës kanë shumë gjëra për t'i treguar shokëve në shtëpi të tjera pushimesh. Në aktivitetet pasura e ekskursione interesante, njihen me qytetin ku kalojnë pushimet e verës. Ditët nuk ngjasin me njëra tjetrën. Ja dhe dita kur pionierët janë miqtë e kufitarët. I lidh vigjilenca për tokën mëm. Kanë shembuj të vigjilencës e trimërisë së moshatarëve të tyre. A mund të harrojmë shëtitjen në ishull? Voskopoj. Ditë e re në këtë shtëpi pushimi të pionierëve. Qeta, gati, tu, pioner, në luftë për çështjen e partisë dhe të popullit jeni gati. Peizazhi është ende i panjohur për fëmijët. Sa zbulon diçka të bukur, syri i tyre nxitet më tej. Nuk mund të ndodhë ndryshe në Voskopoj. Çdo shtëpi pushimi mban emrin e një eroi. Kuptim simbolik. Pa luftën e pa gjakun e bijve më të mirë të popullit, nuk do të kishim këtë ditë që gëzojmë sot. Në bisedë me veteranin, pionierët njihen me Koci Bakon që ra ditën e themelimit të partisë. Cilin do fëmijë të pyesësh si aktivitetin më të këndshëm të tregojnë marshimin e male natën në çadrat e ngritura. Pak më tutje, punojësit kanë shtëpinë e tyre të pushimit. Por sa shohin portën karakteristike, ata mësojnë diçka për kulturën e lashtë të Voskopojës.
4 herë dogjën e shkatruan fashistët Voskopojën. Dhe për migërmadhat e fshatit të djegur, partia ngriti fshatin e ri socialist dhe 2 shtëpi pushimi për punojësit e pionjerët. Një nga fshatrat më piktoresk, nga më klimaterikët e Shqipërisë, Dardha. Ajo i pret mysafirët me vallen e saj të njohur. Godinat e shtëpisë së pushimit shpërndahen në tërë fshatin. Mikprisi dardhar u hapin dyert e shtëpive e punojësve e i bëjnë si pjesëtar të familjes. Njihen me kontributin që dhanë banorët e Dardhës në luftën nacional çlirimtare. 72 partizane e partizan, 17 dëshmor për lirinë e atë dheut. Piknikët në vendet më të bukura janë bërë traditë për punojësit që pushojnë këtu. Nuk mund ta mendosh Dardhën pa mbrëmjet e saja me këngë. E 12-ta shtëpi pushimi në mal, kjo e Korçës. Është më e reja në mes shtëpive të pushimit në vendet malore. Të 12 shtëpitë e pushimit në vendet tona malore, më klimaterike, më kurative e më të bukura, janë vepër e partisë e kujdesit të saj të madh për pushim të kulturuar të punojësve tanë.